Edhe darë duhet vesh kostumin e zi. A është i kurosur? Pozicioni vështirë, sepse duke qenë se ngarkesa e rolit tim, të themi, në këtë shfaqje është relativisht e vogël, duhet që për aq sa kam pjesë në këtë shfaqje, duhet jem, si thua, sa më i saktë dhe sa më koncis në atë që bëj. Për më tepër që detyra vështirësohet edhe më shumë, duke pasur parasysh që unë duhet jem në kuptimin teknike dhe suporti i Mozës, e cila ka ngarkesë më të madhe dhe peshe më të madhe në shfaqje. Por ama në një kuptim tjetër, ky pozicion që unë kam në këtë shfaqje është shumë i lehtë, në sensin që për mua është lehtësi dhe fat i madh dhe nder gjithashtu, do ta thoja edhe këtë, që jam pjesë e një stafi që është i përbërë vetëm nga gra, të cilat më duhet ta them, unë nuk është se kam vënë re vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera ku kam bashkëpunuar në projekte të tjera, kryesisht teatrore me kolege femra, të cilat kanë si thua, një lloj ndjeshmërie më të madhe, do thoja, në ndryshim nga kolegët e tyre meshkuj, përsa i përket përçimit të emocionit, të ndjenjës, jo thjesht të mesazheve, sepse për mendimin tim teatri nuk është thjesht përçim mesazhesh, është pika fundore e një shfaqje. Në fakt teatri më shumë se mesazhe edhe ide, duhet të përçojë ndjenjë, duhet të përçojë emocion. Në këtë sens, domethënë është fat i madh për mua, po edhe për shfaqjen, që kjo pjesë, qysh në zanafillën e saj, qysh në ngjizjen e saj, është shkruar nga një autore grua, e konfirmuar tashmë për penën e saj, edhe me pjesë të tjera, të cilat janë vënë në skenë, e duke vazhduar pastaj me regjin, vizionin e Suelës si regjizore, dhe duke u përmbyllur pastaj me interpretimin e Mozës, e cila, do ta them dhe këtë, për mendimin tim me këtë rol, domethënë ka arritur një si thua kulminacion në karrierën e saj, të themi.